Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju del gjumi gjatë natës, kjo tregon që keni këtë problem shëndetësor. Lehtë bini në gjumë të thellë, mirë po për një herë zgjoheni në 4 të mëngjesit dhe jeni tërësisht të zgjuar. Çfarë ndodhi? Deri te një shkallë e caktuar, vështirësitë e të qëndruarit në gjumë apo insomnia e mesme janë normale. Nëse zgjoheni, ktheheni në anën tjetër dhe vazhdoni të flini, kjo është në rregull. Mirë po nëse ndodh që ju të zgjoheni në mes të natës dhe nuk mundet që të flini më shumë se gjysmore apo 3 apo më shumë në ditë, kjo është një shenjë dhe është fjala për një problem tepër të rëndë shëndetësor. Ja pse ndodh kjo? Pagjumësia e mesnatës prek pothuajse 2 herë më shumë femrat se sa meshkujt dhe në fakt kjo bëhet akoma dhe më e zakonshme për moshën e mesme. Dhimbje kronike, apnea e gjumit dhe nevoja për të zgjuar dhe për të përdorur tualetin janë gjëra të cilat munden që ta prishin gjumin tuaj. Të tilla janë edhe afshet e menopauzës. Gjithashtu, edhe stresi i jetës mundet që të luaj rolin e tij. Të tillë mundet që të jenë edhe problemet martësore, humbja e punës, prindrit e moshuar ose largimi i fëmijëve nga shtëpia. Të gjitha këto mund të bëjnë që mendja juaj të fluturojë gjatë gjithë natës. Sa po të filloni dhe të zgjoheni natën, cikli juaj përkeqësohet edhe më shumë. Sa më shumë që të shqetësoheni për humbjen e gjumit, aq më e vështirë do të bëhet për ju që të qëndroni në gjumë. Ekspertët gjithashtu thonë se gjithkush mund të zgjohet natën kohë pas kohe dhe shumica e njerëzve shtrihen dhe kthehen sërish në gjumë. Por disa njerëz fillojnë dhe të shqetësohen për të dhe disa të tjerë qëndrojnë në zgjuar. Ata bëhen më të shqetësuar që e bën edhe më të vështirë rikthimin në gjumë. Nëse kjo vazhdon çdo natë, mundet që të jetë një përgjigje e kushtëzuar e cila mundet që të shkaktojë vetvetiu pagjumësi. Ç'mund të tregojnë problemet me gjumin dhe çfarë duhet të bëni ju? Higjiena e gjumit mund të duket si diçka e cila ka të bëjë me pastërtinë, por në fakt i referohet përmirësimit të disa shprehive të cilat ju mundësojnë ju që të flini pak më gjatë. Atëherë duhet të keni parasysh se disa hapa ju duhet i merrni për të ndryshuar rutinën tuaj ditore dhe sigurisht ato ndihmojnë që ju të qëndroni sa më gjatë në gjumë dhe të bëni një gjumë tepër të rehatshëm. Pra, shmangni dremitjet gjatë ditës, bëni stërvitje të rregullta, sigurohuni që të dilni jashtë gjatë ditës për t'u ekspozuar në dritën natyrale. Kjo do t'ju ndihmojë ju që të ruani ciklin e shëndetshëm gjumë-zgjim. Ka edhe disa hapa të cilat ju mundet që t'i ndërmerrni para kohës së gjumit, të cilat munden që të përmirësojnë gjumin tuaj. Shmangni pijet me kafeinë dhe me alkool. Mos pini duhan, mos hani ushqime të mëdha para gjumit dhe sigurisht shmangni diskutimet emocionale para se ju të shkoni dhe të flini. Po ashtu është e rëndësishme që të mbani një orar të rregullt të rënies në gjumë dhe të zgjimit, si edhe gjatë javës ashtu edhe në fundjavë. Përpiquni që të shkoni në shtrat dhe të zgjoheni në të njëjtën kohë çdo ditë. Kur duhet që të takoni mjekun tuaj? Ekspertët këshillojnë që t'i përmbajni rregullit të treshes për të vendosur nëse duhet të shkoni tek mjeku ose jo. A zgjoheni së paku 3 net gjatë një jave? A ju duhet më shumë se 30 minuta për të rikthyer sërish në gjumë? A ka ndodhur kjo për 30 ose më shumë ditë? Nëse ju përgjigjeni me po këtyre pyetjeve, ju duhet të kërkoni ndihmë nga një profesionist. Lajmi i mirë është se pagjumësia mundet të trajtohet
Derisa ju dhe mjeku juaj përpiquni të mësoni se çfarë i shkakton problemet me gjumin, ju mund të merrni disa barna të përshkruara nga mjeku. Nëse nuk keni sëmundje të tjera fizike që ju shqetësojnë, atëherë mjeku juaj mundet ju rekomandoj të vizitoni ndonjë psikiatër, psikolog ose terapist. Ata mund t'ju ofrojnë stërvitje relaksimi, terapi të sjelljes dhe metoda të tjera alternative për të fjetur edhe më mirë. Gjumi i mirë, i qetë dhe i patrazuar nuk ka të paguar, megjithatë me kalimin e moshës të fjeturit për 8 orë të plota, pas një ndërprerje vështirësohet ndjeshëm. Ka njerëz të cilët zgjohen disa herë gjatë natës dhe kanë vështirësi të mëdha të mbyllin syt, ndonse nuk ka asnjë shqetësim në pamje të parë. Ky çrregullim futet në kategorinë e pagjumësisë, por ka të bëjë kryesisht me vështirësi në të qëndruarit në gjumë, zgjimin e her pas hershëm ose vështirësinë për të bërë një sy gjumë. Sipas të dhënave, ky çrregullim prek më shumë gratë se burrat. Neurologët shpjegojnë se ky çrregullim shkaktohet nga disa faktorë. Disa prej tyre janë kërcitja e dhëmbëve, dhimbjet e këmbëve, urthi, apnea e gjumit, gërritja, fshikza hiperaktive, alkooli e të tjerë. Sa orë gjumi ju duhen për shëndetin? Neurologët thonë se një i rritur ka nevojë për 7 deri në 8 orë gjumë. Sipas tyre, në qoftë se ju flini më pak ose më shumë, atëherë ju do të rrezikoheni seriozisht nga diabeti, sëmundjet e zemrës apo edhe sëmundjet e parakohshme. Këto orë gjumi janë të rëndësishme për kujtesën, për sistemin tuaj imunitar, oreksin dhe për jetëgjatësinë. Si të flini më mirë dhe pa ndërprerje gjatë natës? Për të arritur këtë objektiv, njeriu duhet të tregohet i kujdesshëm dhe i vëmendshëm ndaj disa gjërave, në veçanti ndaj regjimit ushqimor, pijeve dhe orarit të fjetjes dhe të zgjimit. Sa i përket ushqimit, ju duhet të mos jeni as të uritur, as të tengopur përpara gjumit. Telashet me stomaku nuk do t'ju lënë të vini gjumë në sy. Hani 2 orë para orarit të gjumit. Kafeja dhe alkooli duhen shmangur tërësisht. Vera mundet ju përgjumë për falë saj do të zgjoheni disa herë gjatë natës. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është celulari me të cilin duhet të ndaheni çdo mbrëmje dhe të bashkoheni në mëngjes. Njerëzit të cilët zgjohen natën kaplohen nga ankthi dhe stresi sa herë që shohin orën. Akrepat lëvizin, por gjumi nuk vjen. Sipas të dhënave është shumë e rëndësishme të rezistoni tundimit për të parë orën dhe të fokusoheni tek frymëmarrja. Para se të shkoni për të fjetur, shkoni në tualet që fshikza juaj të mos ju zgjojë natën. Nëse shtriheni për të fjetur dhe kalojnë 20 minuta, duhet të çoheni dhe të shkoni në dhomën tjetër. Lexoni një libër, palosni rroba, bëni diçka tjetër, por si fillim, hiqeni vëmendjen nga gjumi. Kur të ndjeni të përgjumur, gjë që është e paevitueshme, shkoni menjëherë në shtrat. E fundi, por jo nga rëndësia, për të përmirësuar cilësinë e gjumit mund të merrni suplementin melatonin. Ky suplement plotëson sasinë e hormonit të gjumit, e cila çlirohet në nivele më të ulta në organizëm dhe ju mban juve në gjumë gjatë gjithë natës. Mirë, po në qoftë se këto probleme dhe këto simptoma të zgjimit të herpashershëm kthehen në një gjendje kronike, e mira është që ju të shkoni me patjetër tek mjeku juaj, sepse duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Gjithashtu duhet të dini se ekzistojnë plot receta natyrale, por efektet e tyre nuk janë të menjëhershme, prandaj ju duhet të tregoni të durueshëm. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.